të na sjellni e qëndroni me ne në këtë spektakël. Faleminderit. Në këtë spektakël maraton, ashtu sikurse edhe unë jam e bindur se e gjeni veten të prekur nga ndodhi që po ndodhi. Ndoshta unë nuk e kam fuqinë të reagoj ashtu siç do të dëshiroja, por ju premtoj se ju ndjek dhe bashkohem me shqetësimin tuaj. Kjo uroj që sonte pas masave që produksioni do të marrë, t'i vihet një herë mirë kapaku sjelljeve jo korrekte që po krijojnë shqetësim. Urojmë që kjo natë të sjellë ndërgjegjësim tek fermerët, sepse ne si produksion do vazhdojmë deri në fund të ngrejmë zërin për të përkrahur dashurinë edhe respektin. Për mua, në fakt, fitoria më e madhe e gjithë secilit për tyre do të ishte që të dalin kokë lart edhe krenar për rukëtimin e tyre në këtë reality show. Mi mbroma Castro, mi mbroma Gjaku. Komplimenta, je për shumë e Faleminderit ti që nuk harron kur të ma thua. Jo, sot nuk e di ti qizmone te kalon vete, nuk e di, imagjinojnë fund qershorit qa do shojnë. Faleminderit Gjaku, e plesoj vërtet shumë një gocë që nuk harron kur të komplimentoj një gocë tjetër. Ndjej vërtet, ti e di që të dua gjithmonë. Je gjithmonë shumë e bukur dhe këndshme edhe ti edhe unë vdes për ato reagimet e tua spontane. Por për te i kësaj, si kemi parë në fermerët këtë javë? Shumë dramatike, shumë fyse për ne që e shohim, fyse për gjithë publikun. Castro. Kam parë një ferm jo shumë të largët nga koncepti i jashtëm, i realitetit ton të jashtëm. Aty është thjesht për dishmëria jonë shumë herë më amplifikuar, kujt i del nga kontrolli qëllimi i parë që ata janë aty që është një lojë e gjitha, dhe kujt jo. Mendoj që njeriu secili bën vetë llogaritë vetes të asaj që ndërton, mbjell gjatë gjithë jetës dhe ku në një sekondë apo një situatë mund t'i rrëzojë të gjitha. Edhe për mënyrën se si zgjidh prezantohet në publik se cili është vetë përgjegjës. Okej, sonte me mua dhe jam shumë e kënaqur t'i kem, janë ish fermerët tanë, Albi, Danila, Ronza Iti edhe Casey. Si jeni ju? Mirë, shumë mirë. Ron, për ty kanë qenë ditë të më... Kom dëgju edhe unë diçka. Më të zhurshme le themi se s'ke shumë që ke dalë nga ferma. Si e ke përjetuar atë pjesën jashtë izolimit, komentet? Po, atëherë i bona një ofsa që kom dollë, jom largu për i firmës. E kom po që shumë jom përmen më rana, që i bjanë që ju ka morë molli shumë për mu, po besoj. Edhe mire, kom prit, ka pos komente negative, ka pos komente pozitive, po edhe ato jënë gjithmonë pjesë e realitetit të gjdo levizës, gjdo veprime që e bujna. Do të kemë mundësi sonte të flasim edhe për atë që ika jote shkaktoj atje. Për të ndodhë tjetër sonte, ajo që s'ju a merë mëndja, një zarf i vendosur në skenë do të visi reagim për të penalizuar dhunën verbale të ndodhur në ferm. Një zarf tronditës, është vendosur shumë e mua, do të kemë mundësi të ashurojmë vetëm pas pak. Deri më sot janë marrë shumë masa, në fakt shumë herë është tërhequr ajo vëmendja dhe urojmë që këtë herë ata të ndërgjegjësohen. Sonte gjithashtu do të mbajnë zgjedhjet live në ferm, po se do kemi edhe momente të bukura, siç na takon të kemi. Do t'jenë vetë fermerët që do të votojnë dy kandidatët tanë. Dhe nga ana tjetër, Alba do të ndajë historinë e jetës së saj, një rrëfim emocionues, kështu që qëndroni me ne, sepse në fund të mbrëmjes, përveç të gjithë çfarë thash, do të kemi edhe një të ftuar special. Sonte nuk kemi aheng, por kemi rap. Stresi? Po se kanë zirë albumin, se që kanë zirë një këngëtore e brënda. Ma falë. Asa gjëra që unë nuk preferoj të them, i thot Gjaku. Aj tjërë se, në arrit audienë të më. Okej. E me qenë se e the, a i sonte do... Nuk do bëj vetëm performancën, ta që se do i themi, kaq. Me gjithatë, më lejoni t'ju njoftoj se në këtë moment, përpara se të shkoj tek fermerët tanë, më duhet të bëj një gjë shumë të rëndësishme. Unë mbyll zyrtarisht televotimin. E ky televotim do të ketë një funksion që do e ndaj me ju gjatë mbrëmjes. Sigurisht është pozitiv, sepse ju keni votuar deri në këto momente për fermerin që preferoni. Sepse, si që shini dhe si që përmënda, kemi një zarf që do të ketë eksklusivitetin për sa i përket penalizimeve që do ndodhin gjatë kësaj mbrëmje. Kështu që ajo do
ndryshoj pak rrjedhën e formulës që ne jemi mësuar të kemi çdo të premte mbrëma bashk.